as Recep Selimi, as Kadri Veseli, as Jakub Krasniqi. Nuk ka dëshmitar që i tha ky, që është ku kush e ka thonë, ky më ka vra mu qita. Ka shku për 2 fjallë, 3 fjallë, vesh me mujt me dokumentu zigjirë komandus. Po e qarë, po zoti Haradinaj, nëse drejtojmë narrativën e tillë, po nëse thashe drejtojmë narrativën e tillë, komunikimin që e bëjmë, i bie XY, se s'po du me i përmend emra, ka shkuar dhe për t'i dëmtuar këta. Jo, për gjykata i ka thirë për t'i dëmtuar. Gjykata i ka thirë, prokuroria i ka thirë, se prokuroria i ka thirë për t'i dëmtuar. Ata prokuroria atë punë e ka. Mbrojtja pse i ka thirë? Po nuk e di mbrojtja se ka thirë. Prokuroria ka punë se ka hall, Rasimi se ka prokurorisë ky hallën. Ai po thotë ata kanë shku kanë fol kundër. Ky shok është kata veçantë. Ka gjetë 3 fjalë, 4 fjalë deklarate të tyre që mund i ranon shokët. Intermezzo. Kështu thonë diçka që s'është merret. Jo, bro. Rama, se reagova unë është që mos krijohet një narracion, një huti që njerëzit kanë shkuar. Vetëm pak lutem, tani unë kam krijon Nasimi apo brenda e di çka ka ndodhur, sa nuk fol paushall, kjo letra ka po. Nasimi është Nasimi është ka informacion që ndërtoj narracion puna shokëve të mi. Por për ndërtoj një narracion hiç, por një fakt të cilën prokurori ka thirrë. Prokuroria thirr dëshmitar pa emra me që bëhet ti X-a, vetëm që mund të jep një dëshmi të vogël që e ngarkon të paditurin. Okej, shkojmë me pyetjet e shikuesve. Mos mundoni me na prish trunin tu? Jo, unë jo ma po nuk kemi sot analfabet. Jo, për me prish trunin, jo, për me nuk ka prish trunin se 5 vjet shkova. E bëta u shekene, u ktheva, ma ja kena këtë akuzën e. Dhe ma këtu, të pëllara, po herës kem kohë më marrë me të sa. Se do me qysh? Kisha në hap, mbojta u shekene dhe u lirova nga dyshimet. Qa kjo? Tregon që ka pas presion. Dhe atë dit që ka deklaratën e dytë. Kjo i bie absurde është, a? Jo, nuk absurde, po është e pakashme dhe jo logjike dhe thjesht orran. Se s'mund është edhe me bojt u qeken edhe me hek. A i përgjigje me pak shikuese se ka pyetje edhe për Nasimin dhe për Milaimin. Naim Bislimi, thot, një pyetje për Nasim Haradinajin. As kishte me qenë rrugës që të ftohen që të gjithë, qeveria e Shqipërisë, gjithë organet të ndryshme, subjektet politike, thot klerikët, fetar, përfaqësuesit e gjitha etnive, shqiptarët kryesisht, deputetët që kanë pozita thot edhe në për Ballkan, në për vendet në rajon, që t'i bashkangjiteshin protestës, që të kuptoj bota se kjo gjykat është e padrejt dhe gjykat që i referohet agresorit në këtë rast Serbisë. Une, po i përgjithna, është ide e mirë, më pëlqej kjo reflektimi sa do i vot, edhe i krerëve të presidentës, edhe i veves, edhe gjithë, edhe i vot, po ma mirë është vot se hiq, dhe ne du të tregojmë, dhe të tregojmë se është plebishit, që ne nuk guxon të na dënohet ushtria e cila ka pru lirin dhe ke formu mbi bazën e tyre shtetin. Në këtë formë, sa do që pëmundon mi këto a këta. Kështu ka burokracia, kështu duhet e bojmë na. Shqiptarët është kohë mirë mu përbashku edhe ma herët. Po dhe tash, ka kohë për këtë çështje dhe është shumë iniciativë mirë, çdo iniciativë që bashkon shqiptarët për të tregu një plebishit, se ata djemë, janë tonit, jo me bot presion për drejtësit, por janë tonit dhe plebishit nuk durojnë të na dënohet liria, nuk durojnë të na dënohet presidenti. Kjo është e mirë.